Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim pikërisht për një ngjarje të lënë pezull nga emisioni përpara disa ditëve. Bëhet fjalë pikërisht për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në rrugën e Kavajës me datën 30 gusht të vitit 2022, ku 37 vjeçari i asaj kohe, Arsen Muskurti, ka ekzekutuar në biznesin e tij vëllain dhe bashorten. Kemi folur gjërë edhe gjatë se kush e vrau në fakt Dritan dhe Nora Muskurtin, prindër të 3 fëmijëve, duke lënë pas këta të fundit jetim dhe duke u rritur aktualisht nga gjyshrit nga ana e nënës, edhe pse nëna e Dritanit të ndjerë dhe Arsenit, autorit tashmë, zonja Kadrie Muskurti, ka kërkuar kujdestarinë e fëmijëve disa muaj pas kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, gjykata ka arsyetuar që të 3 fëmijët që mbetën jetim të vrarë të çiftit të jenë në kujdesin e gjyshërve. Na ka prekur shumë edhe mesazhi i fundit i 67 vjeçare zonjës Kadrie, drejtuar mbesës së madhe, 16 vjeçare sot, por edhe fëmijëve të tjerë të çiftit të ndjerë, duke i drejtuar nga studio emisionit Me Zemër të Hapur se sa i kishte marrë malli për këta fëmijë dhe do donte të kishte një takim me ta. Unë ditën e sotme do të mundohem të kem në një lidhje të drejtë për drejtë krushkun e zonjës Kadrie, por nga emisioni parë kanë mbetur pikërisht edhe shumë gjëra të pathëna të kësaj historie. Në fakt, kush e vrau çiftin Muskurti, Nora dhe Dritan? Vërtet ekzekutori është Arseni, kunati dhe vllai i çiftit në fjalë, por në fakt 30 denoncime, të cilat nuk u morën parasysh asnjëherë nga komisariati numër 3 dhe më pas nuk e di nëse ky komisariat ka deleguar dosje të njëpasnjëshme për dhunë në familje, për kanosje, ekzekutimi. Kemi parë në emisionin e parë edhe pamje dhe foto nga përpara se të ndodhte ngjarja, ku i ndjeri së bashku me bashorten kanë shkuar në biznesin e Arsenit dhe kanë dashur ta plagosin, ta ekzekutojnë, të gjitha këto duheshin marrë parasysh pikërisht nga komisariati numër 3 dhe më pas nga prokuroria për të bërë hetimet ashtu siç duhet, por kuptohet që në fakt mbi të ndjerin nuk ka pasur asnjëherë urdhër mbrojtje. Marrja e fletëthirrjes me datën 30 gusht 2022, ku vetë Arseni ka qenë kallëzuesi 30 herëve në lidhje me vllain, por që kësaj radhe gjykata i kishte çuar një fletëthirrje Arsenit për t'u paraqitur në gjykatë, sepse ishte vllai i tij që kishte kërkuar urdhër mbrojtje, sipas Arsenit të padrejtë, por edhe rrëfyer nga zonja Kadrie shumë të padrejtë, sepse një muaj e 10 ditë më parë, me datën 20 korrik po të atij viti, nga balkoni i shtëpisë zonja Kadrie, 67 vjeçaria, është qelluar me vazon e lules nga ana e të ndjerit e viktimës dhe për këtë histori nuk është marrë asnjë mas. Kështu që në kushte shumë të rënda psikologjike pa justifikuar vrasjen as të vllajt dhe as të kunatës, kishte kohë që vetë Arseni së bashku me bashorten e tij jeta ishte bërë shumë e vështirë dhe kishin filluar trajtime psikologjike dhe marrje medikamentesh, ka shkuar dhe ka ekzekutuar vllain dhe viktim ka mbetur jo vetëm vllai, por edhe bashortja. Edhe një herë do t'i rikthehemi kësaj çështje se kush e vrau çiftin Muskurti, Dritan edhe Nora. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe menjëherë do rikthehemi në këtë studio me 67 vjeçaren, me nënën e 2 djemve dhe me vjerën e zonjës Nora tashmë të ndjerë, sepse ajo vjen drejt për së drejti nga takimi në burg me të birin e saj. Çfarë kanë diskutuar ato në këtë takim të fundit, menjëherë pas materialit të përgatitur nga Anila. Mesditën e 30 gushtit të vitit 2022, kryeqyteti u trondit nga një ngjarje e rëndë familjare. Arsen Muskurti u paraqit në biznesin e familjes dhe qelloi për vdekje të vllain dhe kunatën e tij, një akt që tronditi të gjithë opinionin publik. I pyetur për atë që ndodhi, Arsen Muskurti tregoi se ishte shtyrë drejt këtij akti ekstrem nga konfliktet e vazhdueshme me të vllain, të cilin e akuzonte për presion dhe shantazh ndaj tij dhe prindërve. Nëna e tij tha se kishte marrë një fletëthirrje nga gjykata, pasi Dritan Muskurti kishte kërkuar urdhër mbrojtje ndaj tij. Mes tyre kishte nisur dhe një proces gjyqësor për një shumë të madhe parash. Kjo është pjesa e dytë e rrëfimit.
Në pjesën e parë të emisionit nëna e tyre tregoi mes lotësh detaje të frikshme, si pasaj djali i viktim ushtronte dhunë dhe presion të vazhdueshëm ndaj vllait tashmë të dënuar me burg për jetë, por edhe ndaj saj, ajo rrëfeu se as bashortja e të ndjerit, tashmë e ndjer edhe ajo, nuk ndërhynte për të qetësuar konfliktet që prej kohësh ishin shpërndarë brenda familjes. Detaje të tjera të pathëna do të dalin sot në dritë. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, me sa duket kronika e përgatitur nga kryeredaktoria e këtij emisioni, ka prekur zonjën Kadrie. Zonja Kadrie, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Ndërkohë ju vini me njëherë nga takimi me Arsenin apo jo? Në Peqin. Mirë, lidhe pak vetën sa të prezantoj edhe të ftuarit përballë teje, me mua në studio Klodian Reçi, avokat. Përshëndetje Klodi, mirë se erdha. Përshëndetje Miss Gjej. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me themelues zotin Ndue Pjetra, edhe të gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit Klodi që je me mua në këtë studio. Jo pa qëllim jeni ju përfaqësues ditën e sotme, sepse do të flasim nga emisioni i parë kemi lënë pezull disa SMS të shpërndara në rrjetet sociale. Këto rrjete sociale nëpërmjet detektive tuaj, firmosur një shkresë edhe nga avokati zotin Ndue Pjetra, kanë zbuluar se në rrjetet sociale lufta midis vëllezërve kishte nisur me ofendime shumë të rënda dhe dikush i ka përdorur ato rrjete sociale, faljush janë zbuluar, zbulimi juaj ka shkuar edhe në gjykatë, pavarësisht se gjykata e shkallës së parë vetëm pak ditë më parë ka dhënë dënimin me burgim të përjetshëm për Arsen Muskurtin. Po kush është Arsen Muskurti, do ta diskutojmë edhe me psikologun tonë Eduard Tafa. Përshëndetje, mirë se erdhe Edi. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Psikolog klinik, ke parë jo vetëm revistën Psikologjia që ne kemi pasqyruar edhe në emisionin e parë, por ditën e sotme nga Universiteti Europian i Tiranës, unë shikoj një certifikat ekselente se si ka mundësi që njerëz të tillë që i duan shumë këtij vendi të kthehen, dhe kjo nuk është hera e parë, po mund të përmendim nga bota e krimit edhe shumë emra të tjerë që bëhen pjesë e ngjarjeve kaq shumë të rënda. Po në tryezën tuaj kemi shfaqur që pak kohë para ekzekutimit të çiftit në fjalë, e pa justifikuar, duhet ta theksoj për të gjithë ata që po ndjekin dhe sidomos për familjarët e Nora Muskurtit, për prindrit, për fëmijët, është i pa justifikuar. Arsen Muskurti ka bërë një krim makabër me cilin ne nuk mund të pajtohemi, por duhet themi, përse komisariati numër 3, Prokuroria e Tiranës nuk ka marrë parasysh 30 kallëzimet e Arsen Muskurtit, të bashortes, të zonjës Kadrie Muskurti, në drejtim të gjitha shqetësimeve që kanë pasur në lidhje me dritanin. Ky i fundit shfaqet në një video, por edhe në disa foto që ne disponojmë, që ka shkuar me bajonet në biznesin e të vllajt të Arsenit. Aty është parandaluar krimi në fjalë pikërisht nga punonjësit e biznesit, dhe ndërkohë shihet e ndjera teksa rrinte me duart dhe shikonte me duart e kryqëzuara dhe shikonte se çfarë bënte i shoqi me vëllain e këtij të fundit. Mirë, atëherë zonja Kadrie, kemi marrë veten? Po. Ju ishit në Peqin, me njërë nga Peqini jeni në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Po. Si rezultoi takimi me Arsenin? Si ishte gjendja e tij? Ai më tepër ka qenë regjim spitalor. Ka qenë sa kohë ka qëndruar në regjim spitalor? Një vit. Një vit e sa ta shikata. Pse? Për shkak të atyre problemeve që kishte para ngjarjes? Po, ai edhe ka qenë me probleme përpara, domethënë ka qenë me diabetin e depresionin, domethënë ai 3 muaj përpara ngjarjes ka qenë depresion. Që nuk e dija që merrte medikamente bashkë me bashortën, no? Bashkë me bashortën e vet. Dhe që atëherë kanë rrjedhur të ngjarjet. Mjekët përkatës në lidhje me këtë gjë, pra është çuar kjo si provë se teleshikuesit kujtojnë se ne do justifikojmë veprimin e Arsenit, apo pse ai mori dënimin e përjetshëm? Absolutisht jo. Unë kam thënë gjithmonë dhe në gjykatë që jam shprehur, në qoftë se unë i dal në mbrojtje Arsenit se unë jam nëna e të dy djemve, i miri i keqi imi ishte dhe ai. Por unë luftova shumë, por nuk gjeta mbështetje. Nuk gjeta drejtësi në shtet.
Pra ti thua që... Asi vaj nuk gjete drejtësisht edhe shteti... Arseni ka pasur bashkëpunëtor në Thonjza, ata që nuk dënuan ose nuk morën parasysh... Pikrisht. Pra, bashkë me burgimin e përjetshëm të Arsenit, ti thua si nën, të lutem, duhet të ketë edhe punonjës, policie dhe prokuror, të cilët duhet marrin me dënimin e merituar. Unë nuk e shfaqsoj veprimin, por nga një shkak do dalim të një pasojë. Se nuk ka shkak pa pasojë. Dhe nga të gjitha shkaqe që bëheshin dhe që rrithnin në vite shantazh, 5 vjet e gjysmë shantazh, njëri u lodhet, shkatrohet. Dhe Arseni u shkatrua. Më kërkon të ndihmë, unë s'kisha ma fuqi, nuk kam fuqi. Me të ndihmë, unë jam të rëzua. Ti ke kërkuar ndihmë të familjarve, të miqësisë tuaj? Kam kërkuar të familjarve, njerëzit e mi, njerëzit e burrit, të gjitha ato... Njerëzit e nusës së ndjerë. Që përpara, tjatit i kam kërkuar ndihmë, që të gjitha ato përpara, thoshin gjithmonë, nuk kemi çfarë të bëjmë Kadria, ajo është shumë i vështirë. Po përse sot nuk dalin me prononcuar që vërtet ishte i vështirë dhe arritin në këtë, përse nuk e këshilluan njëherë shokët, njerëzit, dajat, tezet, xhajat, ato e shfrytzuan për ta rriepur. Ku janë këta njerëz sot? Ato e shfrytzuan për ta rriepur. Sot që flasim nga kjo studio, ku janë? Nuk e kanë sot, se dhe sot do ta rripnin. Ku janë sot këta njerëz që ti ke kërkuar ndihmë? Vlajim i pari që ju keni ardhur, që e keni parë, që e keni takuar. Ati kam kërkuar herën e parë. Ndim kunatit, gjajës, djalit, dimve, edhe djalin e dajës tim, se daja më ka vdekur, thash, masi i vjezort nga djali dajës tim, dhe të ullet. Jo, unë do të agropos, unë do të afundos. Fjalla e ti ishte kjo, do të agropos, do të afundos, pse unë do të ndaja në biznes. Biznesi ka qenë nismëtari Arseni. Nismëtari. Këtë e bën një orë të akri, pa fut një 5 lekësh ekonomia, si se s'mund të më vide fjalla e sakt për ta folë. Atëherë, zonja Kadriet, mos e rikthehemi më çfarë kemi diskutuar në emisionin e parë. Që ke kërkuar ndihmë deri tek shokët e burrit, deri tek pjesëtar të familjes, dhëndur të familjes, tek krushku juaj, tek babai i Norës së Ndjerë, dhe ke gjithkund dhe askush nuk e parandaloi gjithë ngjarjen dhe ti the, më mirë të kisha dritanin e burrit dhe shtetin i vetëm. Po, dritanin në burg. Po. E kam kërkuar vetë, a di që ka ndodhur ngjarja. Se sa ta kisha në varr. Pikërisht. Atëherë, dua të ndalojmë pak tek mesazhet, sepse lufta e vëllezërve, nga një luftë fizike midis tyre, nga një paqe që ju menduat se erdhi midis tyre, nga një foto e hedhur dy vëllezërit në Facebook, në rrjetin social, aty në Facebook fillua edhe lufta midis të dyve. Çfarë ka ndodhur, kush e nisi këtë luftë dhe çfarë kanë zbuluar detektivët privat? Këtu e kemi lënë nga emisioni i parë. Po. Mund t'i them dhe diçka tjetër pastaj të filloj të ato? Po, se kaq është minutazhi, të lutem, ta respektojmë. 2 muaj para se me ndodh ngjarja, i vodhi dhe makina. Kush ja vodhi? Dritani. Do me thëmë viktima Arsenit, pare shtëpisë, po, viktima. Ja vodhi? Ja vodhi makina. Është dokumentuar kjo gjë? Makina ka qenë, nuk e kemi kallëzuar këtë. Po i tha, jo, prit, po ta them pse se kallëzuam. Në 30 kallëzime nuk u bë asgjë, i thash, lere makina. Nuk ishte problem makina, si e keni faktuar ju tjera. Që e ka bërë viktima? Makina është faktuar që e vodhi. Një natë para, bën një aksident, djali e mate makinën jashtë portës, në rrugë. Dritane? Viktima? Arseni. E mbante? Po. Ishte jashtë e porta. A ditë të kështë vënd të porta jashtë, nuk e di pëse se futi brenda. Jo, nuk ju hapte porta, që ta fuste makinën. Dakor. Ta shqipëm kujtaj. Në 2 të natës, bëhet një aksident me makinë. Ne nuk ishim dëgjuar gjë fare, gjithë lagja kishte dalë jashtë. Dhe shtyhet makina te porta e djalit tjetër, e viktimës. Se janë 3 portat rjesht. Në portën e mesit jam unë. Ngrihem në mëngjeson dhe marr Arsenin telefon. Them, e ke parë makinën ku është? Opel ishte makina. Lëre mami tha se a i tha do tha mua që të më shikoj në burg edhe gjithmonë, edhe në letrat që ose i keni lexuar, gjithmonë deshte vllajin ta shikonte në burg, që ta ishte i qetë
të rinte vetë me gruan e vetë, ne të na groposte, të na fundoste. Ne nuk ishim të drejtë dhe të shkonim një herë të dilnim jashtë shtetit. Na i ka djegur 9 bileta për në Arabi Saudite. Dakord. Të makina, jo, të makina, që ku e din. Nesrit në orën 10 të darkës, makina është futur brënda të porta, se ne kemi me kamera shpinë, dhe e filmon kamera dhe e futën makinën, bashkë me komshin e fusin me të shtyrë makinën. Mbas 3 ditësh, kjo makinë është marrë me karotec. Brënda në oborin tuaj? Në obor pa të vënë avlijaj. Po. Me që nuk ka shumë e neve vuri avli. Po kush erdi me karotrec në një avli, në një pronë tuaj dhe e mori? Po karoteci vjen se është rruga aty. Dakord, po ti të dhe me të shtyre futën brënda. Sonte e kanë shtyrë brënda, mbas 3 ditësh është marrë me karotec se e kanë filmuar kamerat. Po ju ku ishit? Kur erdi karotreci? Se pam, ne pam kamerët pas taj duke i parë, pam që makina si shte... Po, mund ta fikësh pak telefonin të lutem? Po, është djali, mund të flisni se më ta Lila mua? Po. Mund të ma japësh pak? Fol, zëma. Atër, duhet ta... Alo, përshëndetje Arsen? Përshëndetje, kërkojnë pjesë, për nuk ka pasur link telefoni për shkak të shirave të dendura që po bjen këtu në IEVP-100. Po, atër, të lutem, jemi në transmetim dhe do doja të të përshëndesja, të të falenderoja që zëri ytë është në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Atër, qëfar ke për të thënë ti për ngjarjen, Arsen? Sot je i dënuar nga gjykata e shkallës parë me burgim të përjetshëm. Qëfar ka ndodhur ditën e ngjarjes? Nderuar, ju falenderoj nga zemra për mundësitë që ma dhat dhe jam shumë i respektuar që do të më dëgjoni, pa më gjykuar. Me të vërtet, sot kam më shumë nevojë për të folur se as një ditë tjetër. Besoj se dita ime duke më dëgjuar të vërtetën do të jetë shumë e bukur, me harmoni dhe me qetësi. Nderuar moderatore. Shteti shqiptar me kryer prokurorinë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Dhe gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë përsipër të drejtat më themelore të njeriut që janë 30 kallëzime penale dhe 2 urdhër të mbrojtura të pazona kundër drejtanëve në orën Mushkurtit. Vuaj nga 6 sëmundje para se të bie në këto dyrë të mallkuara dhe pi 16 ilaçe. 11 ilaçe mi sjell familja dhe 5 ilaçe i marr me rimbursim nga shteti shqiptar. Pas Facebookut me emrin Visjan Dada që ndronte drejtanëve në orën Mushkurti, kjo është e vërtetuar me fakte, prova të bazuara në ligj, nga zyra e detektivit e licencuar me vendim gjykate dhe me një aktiv. Pyetje të dëshmitarëve që kërkuan nuk u morën dëshmitarët që kërkuan. 5. Prokurori Drita Nushi thot vetëm një të vërtetë dhe të gjitha janë sajesa hamendësime. E vërteta që thot prokurori Drita Nushi është 1. Arsen Mushkurti është vetë dorëzuar. 2. Arsen Mushkurti armën e ka pas me leje nga drejtoria e përgjithshme të policisë së shtetit. 3. Arsen Mushkurti ka qenë në të tronditje të rëndë psiqike. 4. Arsen Mushkurti dihet se thjesht i penduar për gabimin e bërë. Këto gjëra i thot vetë prokurori Drita Nushi kur ka marrë deklaratë në time të parë. Dhe unë jam bën dosë në bijeni me këtë deklaratë pas 6 muajve, pasi unë kam qenë i smur nga 6 sëmundje. Sëmundjet nga që vuaj unë janë të dokumentuara me shkresa zyrtare në institucionet përkatëse. Nderuar moderatore, sëmundjet që vuaj unë, 1. Janë sistemi nervor, psikozë, neurozë, tronditje, rëndë psiqike. Për këto marrë 6 ilaçe që janë Sederba, Stres Ait, Gastroev, Escitalopram, Zoloft, Sedoxit. Sëmundja e 2, diabet mellitus 2, Zemar, Omeprazol, Forxiga, Metformin 850 mg, Calvusmet, Metformin 850 mg, 5 ilaçe. Malqedhja mosur dhe e smadhuar marrë detox liver, 1 ilaç. Veshka, pi 2 herë ditë, çaj fier guri. E 5. Nervi ulnar nuk funksionon tek shtetasi Arsen
Mosamosporti, sipas Institutit të Mjekësisë Ligjore IML, me numër vendimi 1483 datë 19/5/2018. Dëmtimi për 19/5/2019. Po. 2019. Dëmtimi për hershëm dhe i pakrikuperueshëm zemar e tolfort, një ilaç. E fundit, nga smundit që vuaj, paqësia thellë, ankth, aritmi, stres, tmerrës, depresion, halucinacione çdo ditë dhe natë. Për këtë, dise derba, zemar, diazepam, herë serum në vena dhe herë gjithëpër në tule, 2 ilaçe. Të gjitha ato që i përmenda janë 16 ilaçe. 5 i marrë nga merri bursim nga shteti, janë omeprazol, metformin 850 mg, galvusmet, metformin 850 mg dhe diazepam, serum në vena. E qartë Arsen. Atëre, mund të ndalojmë pak çfarë ka ndodhur me datën 30 gusht 2022, kur ti more në dorë vendimin e gjykatës se vllai juaj i ndjer kërkonte urdhërmbrojtje prej teja. Çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë mban mend ti nga ajo ditë? E nderuar moderatore, atë ditë unë mbaj mend që më vjen një fletësirje nga një gjykat, dhe thuhet në fletësirje që Dritan Mosporti kërkon urdhërmbrojtje ndaj teje. Po pse? Çfarë kishte ndodhur? Nuk e di, fare, vetëm thoste bile urdhri ajo fleta tani momentalisht e kam ndosë, po ju e keni kohën shumë të reduktuar, por mamaja ime ju a jep edhe fletën, fletësirjen, edhe fletësirja ishte, po të shikosh, ishte pak si me spec. Sa po more fletësirjen, ku shkove Arsen, për shkak edhe të minutazhit? Kush janë veprimet tuaja? Po nuk maj mend asgjë, vetëm thjesht maj mend që kam marrë ato fletësirjen, edhe mendova me vete, po si ka mundësi ky individ të kërkoj urdhërmbrojtje nga unë, që unë në fillim u bëra shkak që e bëra njëri me kuptimin e mirë të fjalës, që e futa në rrugën e drejtë, në rrugën e halallakut, në rrugën e kulturës, etikës, moralit, sepse ishte një të ardhur shumë të një të ardhur. Mbasi more fletësirjen ku vajte? Mbasi more fletësirjen unë nuk maj mend zare, vetëm kur e kam parë veten në spital, nuk e di pas sa ditëve, po nuk e maj mend ku kam qenë në spital që e kam parë vetën. Ti nuk e mban mend momentin që se ne e shfaqim vazhdimisht edhe videon, ecën pranë derës së biznesit të tyre, kthen kokën dhe shikon që ata janë brenda, derën e ka përcen pak, kthehesh mbrapsht dhe futesh brenda. E nderuar, unë nuk maj mend asgjë, thjesht i kam lexuar letra. Në lidhje me armën? 6 muajve. Në lidhje me armën, të lutem. Në lidhje me? Me armën. Ku e more armën? Me çfarë? Armën, pistoletën, ku e more? Nuk maj mend asgjë. Unë armën që e kam pas me leje nga... Po ti e mbahet çdo ditë me vete? Shtetit. Jo, arma gjithmonë ka pasur në kasafort. Asnjëherë se kam pas marrë me vete. Pra, ti ke qenë në kasafort ku? Në shtëpi apo në punë? Kasafort në shtëpi ka pasur. Në shtëpi. Pra, fletësirjen ti e ke marrë në shtëpi? Fletësirjen më ka sjell mos gaboj me foto një nga punëtorët që kam pas në dyqan. Po. Unë se kam pas fizikisht fletësirje, kam pas fletësirje. Këtë kam pas fletësirje, asgjë tjetër. Pastaj shkove në kasafort, more armën? Jo, më pyete se ku e ke pas mbajtur armën dhe të thash armën e kam pas mbajtur. Atë ditë ku e more të pyeta, jo ku e mbaje. Atë ditë nuk mban mend. Arma duhet të jetë në kasafort akoma. Tani, ne kemi pasqyruar në emisionin e parë, por do ta pasqyrojmë edhe sot. Ti ke në fakt leje në lidhje me armën. Është e njëjta armë që ke përdorur ditën e vrasjes? Nuk maj mund gjë nderuar. Unë armën sot e kësaj dite, arma duhet të jetë në kasafort, po nuk kam mundësi që të shkoj ta shikoj. Kështu që mund t'i themi familjarëve që ta hapin ta kasafort. Po pse nuk është arma sekuestruar nga policia? Ku është edhe shenjat e gishtave të tu? Unë e di se është në kasafort. Mund të pysni familjarët, shkojnë të hapin prezencën tuaj, se mund të jetë në kasafort. Është marrë, thotë nëna jote, është marrë, gjithsesi zonja Kadria, se janë minutat e reduktuara, dhe ne do donim të kishim shumë pyetje në fakt për atë njeriu që ne shikojmë në faqen e parë të revistës Psikologjia, kemi edhe certifikatat e ekselencës, kishim shumë nevojë për djem të tillë. Në fakt në Shqipëri që i kemi të pak një njeri arsimuar intelektual të arri në një krim të nivelit të tillë, gjithsesi Arsen, ka të rënduar.
vllai dhe kunata tashmë janë të ndjerë dhe kanë lënë pas edhe 3 fëmijë. Nuk e di, a kishe ti diçka për t'i thënë 2 mbesave dhe nipit tënd? Nderuar moderatore, unë mos gaboj ka 6 apo 8 muaj, ndoshta ja mund thuash 9 muaj, që unë i them mamas që nuk po flas dot me vllajin dhe me kunatën, pasi ata jetojnë në Itali edhe punonin në një lavash. Kur Dritani është ai që lan makinat, kurse Nora është ajo që merr të pagesat dhe bëte këtë terminin ose oraret e makinave. Dhe kam pas folur më përpara në telefon, por tani... Po tani që po flasim bashkë, ke kuptuar që po flasim për ngjarjen e rëndë, që ke kryer një krim të dyfisht? Dhe kur kam pyetur maman, i tham që nuk më del në telefon, se si që vati çdo ditë me ta. Po tani që flasim bashkë, Arsen, e ke kuptuar? Edhe nuk po më dalin, edhe i kam thënë mamas, i kam thënë, nuk e di, i kam thënë mama, pak në lidhur me fëmijët, i kam thënë, se dhe fëmijët nuk po vi, nuk po i shikoj t'i takoj, se mos kanë një nevoj për një ushqime, një gjo. Qatë hajnë fëmijët e mi, mund t'ju qosh edhe fëmijëve t'atyre, kam thënë mama. Të lutem, jepi një mesazh, Arsen, nipërve, 2 mbesave dhe nipit. Sepse tani ti po flet me mua dhe kuptojmë që po flasim për ngjarjen e 30 gushtit. Besoj se e kupton që ke kryer një vrasje të dyfisht. Ata nuk jetojnë më. 2 mbesat edhe nipi janë si fëmijët e mi, ato gjithmonë e kanë dyert të hapura. Dhe 2 mbesat edhe nipi i dua shumë, më ka marrmalli shumë. 2 mbesat dhe nipi, të gjithë fisi i mamas time, e nderuar moderatore, dhe të gjithë fisi i babas time, i vizitojnë, i shkojnë, por tek unë nuk kanë ardhur që ti përqafoj. A mund të japësh ngushëllime se Nora ka lënë pas edhe 2 prindër, të cilët po kujdesen për ata 3 fëmijë me vendim gjykata? Je i penduar për atë që ke bërë tashmë që po diskutojmë bashkë për ngjarjen? Nderuar moderatore, unë si ju a thash dhe më përpara, unë kam lexuar letrat mas 6 apo 7 muajve kur kam qenë në spital dhe nuk e besoj akoma. Nëse është diçka si ju e citoni, patjetër që jam shumë i penduar, vdihet thellësi shumë i penduar. Arsen, në këtë kushte... Ka fjala më. Po. Në këtë kushte nuk mund të zgjasim më telefonatën së bashku, të falenderoj drejt për së drejti që u mundove të hedhësh pak dritë, por në këtë kushte nuk mund të vazhdojmë më bisedën bashkë, më vjen keq. Moderatore, Po. të lutem, unë kam shumë, domethënë, kam shumë. Atëre, qëndro në këtë lidhje, Arsen, më dëgjoj pak. Më lër ta menaxhoj situatën, sepse është një situatë shumë e vështirë edhe për mua. Pyetjet e mia të fundit u kuptua edhe nga ana jote që kishe një ngarkesë shumë të madhe emocionale. Të kërkoj ndjes, me ndihmën e regjisë japim pak publicitet. Unë do vazhdoj të komunikoj edhe me të ftuarit, nëse duhet ta vazhdoj telefonatën me Arsenin në këtë kushte, sepse në studio kam 2 specialistë të mirëfillt, avokatin edhe psikologun klinik. Ndjekim publicitetin regjia dhe në publicitet do sqarohet edhe Arseni. Faleminderit. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë. Telefonata vazhdoi në fakt me Arsen Muskurtin, i cili kërkoi 5 minuta pushim, të rimerte veten, të rimerte medikamentin dhe më pas të bëj pjesë e emisionit Me zemër të hapur. Bashkarisht me avokatin dhe me psikologun kemi vendosur, prandaj më duhet të dilja në mënyrë urgjente në hapësirën e parë publicitare, nga mënyra diskutimit të tij, edhe ju e patë që nuk mund ta vazhdoja dot më diskutimin me Arsen Muskurtin. Gjendja e tij është shumë e rënduar, kemi shumë për të diskutuar në këtë pjesë të dytë, do të kërkoja mirëkuptimin tënd sepse Arseni tha shumë çka, por kemi mbetur tek e preku dhe Arseni, tek mesazhet në Facebook. Tani, kush i ka bërë ato mesazhe, nga kush janë hapur, e tha pak a shumë edhe Arseni që janë hapur nga 2 viktimat.
si që folët dhe me Arsenin, para se këto mesazhe të fillojnë me mesazhe, se nuk ishte ku të luftonte më shumë, se ka kaluar shumë problematika, kur them shumë, janë të panumëruara, sa që nuk më bindër mend dhe t'i kujtoj. Atëherë, zonja Kadrie, të kërkoj ndjes. Pa. Duhet menaxher kohën se kemi Pa, ndoshta pa. edhe një emision të tretë. Janë diçka Atëherë, që kush e kishte hapur Facebookun? Të dalim te Facebooku, atëherë po thash lutem. këto pikat desha ti. Po, do t'i themi dhe ato Rikujtoj. nëse kemi kohë. Po. Po. Facebookun më merr motra ime në telefon. Kam qenë kishdek vllai dhe vajtëm për të bërë ato sebepet e vllajt, dhe më thot motra në Urban. Tato Kadria më ka dërguar, thot Dritani, thot, një mesazh, thot, me ta dërguar, të ma dërgonte mua. Po. Tha, çfarë mesazhi ishte? Tha, mesazhi tha, nuk u lexonte. Unë i thash, tha, pse si ja dërgon mamit ty? Po thot, ti e ke motor. Po ti e ke mam, dërgoja mesazhin ti vetë mamit. Pse ma dërgon mua? Po. Edhe unë ta shet ja dërgoj mamit. Në atë kohë, tha, e ka fshirë mesazhin, tha, dhe fshiu dhe numrin tim. Unë 3 ditë isha, unë kam qenë vazhdimisht, po si filluan mesazhet, u bëm akoma më keq. Po. Ti them Arsenit mos i them, ti them mos i them, ti them mos i them. Shkoja në bibliotekë, ai kishte provime. Po. I thash, lutem mamin, thash unë, nuk di çfarë të them. Tha çfarë? Thash, po se di, thash unë, kështu, thash për një mesazhi, thash unë. Tha i ma e di, tha, ka 3 ditë dhe unë, tha, se ka mundin, as të provime, tha. Nuk e di, thash, kush i bënë në? Se më tha motra, direkt Dritani. Pjali. Shkoj të quni unë, shkoj të dyqanit, ata koj të dyqanit. Më nëzishte për jashtë, ka qenë shumë i dhunshëm. Më vjen keq të flasë, se sërë sot. Po do të përmend. Tha, çfarë bën, mo? Nuk të vjen turp ti me ato mesazhe të flasësh ti. Të quash dhe babajnë e vdekur spion shteti. Ti thuash vllajt ke vrarë filanin, që s'është gjetur vrasi i personit. Duke u shkruar mesazh. Plus që unë nuk i them dot. Pra, ishte hapur një llogari shumë të rënda. Në emër të një shtetase që përmendi Arseni. Po, ato kjo shtetëse Por detektivët privat gjatë procesit gjyqësor përdore nga çifti i të ndjerit, po. Nga çifti që janë të ndjerë, përdoreshte në emrin të kësaj vajzës, Visiana Dada. Ekziston kjo shtetase? Kjo shtetësa ekziston nga Pogradeci. Kishte lidhje me çiftin e ndjerë? Kishte. Çfarë lidhje kishte? Kishte se të gjithë që kishin lidhje me çiftin, shkonin, provokonin Arsenin me çdo lloj veprimesh. Arseni e pati 3 muaj. Ka dëshmuar kjo zonjë në gjykat pasi ka zbuluar zyra e avokatit Ndue Pjetra? Dhe ne akoma jemi në proces gjyqësor për këtë, në Korçë. Po? Për këtë. Po pse nuk ish bashkangjitur procesit Arsenit, por duhet bëhet një proces më veta? Ato e mbyllën, Po? më fal. Po? Korça i mbyllte proceset që i bënte djali, dhe mbasi djali ra brenda, i hapi prap kallëzim. Dhe ka vazhduar procesi. Po? Është në vazhdim. Po? Dhe kanë marrë një vendim që këto, çfarë kanë dalë, Po? të gjenden, me që shteti këtu të ne nuk i bën këto veprime, Po? kanë marrë vendim për të çuar. A ishte kjo shtetase që shkruante e komanduar nga çifti viktim apo? Kjo ishte e komanduar. Shkruanin ato në adresën e Ato në zonjës. adresë të kësaj, se dhe po ti lexosh kuptimin. Pra, kush e administronte, pavarësisht e emrit të vënë? Ishte vetë zonja apo ishte çifti? Çifti ishte. Çifti ishte. Po pse e përdorën emrin e zonjës? Çifti i ka lënë dhe këtu se me mendjen që do t'i kuptosh sa ti lexosh që vetë çifti ishte se ta mbyllim se ka rrezik të Zonja, po, e lexova atë. E ke lexuar. Zonja nga Pogradeci çfarë thot? Pse u përdor në këtë rast? Zonja nga Pogradeci paraqitet fare në gjykat dhe ajo seancat bëhen në mungesë të saj. Shiko, në gjykat mund të mos paraqitet. Po. Po, në prokuroria politikë zonjë ka dhënë dëshmi. Të lutem. Fare se kanë marrë. Fare se kanë ashtu, fare. Është vere penale që ndiqet kryesisht në gjykat. Okej. Fare. Kurse ndjek rrugën normale. Fare, nuk paraqitet. Janë duar 5 avokat
Dhe Të gjitha këto Pepeta ka sharje, akuza, quan pastaj edhe në gjendjen që ne e kuptuam sot. Djali gjitha to që ka pas dhe ullje nga i vlaj, e poshtrua nga të gjitha anët, sa që i kishin borgje dhe vlaj, shkon të bështe me borgjliun, për të mos e marrë borgjin, për të mos i marrë lekët. Në gjithë këto është një... Kush merrte borgj? Jo, blente mall, Po? dhe djali i me nusen, i jepnin mallin, pa lekë. Dritani. Dhe ju thoshte. Pra, merrnin mall Te dyqani. Për dyqanin, pa lekë, dhe nuk e shlynin. Dhe nuk e shlynin, dhe shkon të Arseni detyroheshte të mblidhte Paguante borxhet e... 8 të mblidhte lekët. Ky çfarë ju thonte? Vjen ai ju a merr se unë s'ju a marr lekët. Po si mor vllai thoshte, si mor vllai thos s'ju a marr, po me çfarë do bli mallin prap neve? A do eci mor vlla? Jo. Ndër këto është një që e çoi në gjyq. Vete djalit e dyqani, i thot... Të lutem, mund ta mbyllim, se nuk e ke mbyllur zonja Kadrie. Nuk mundet të flasin, mam. Të lutem, nuk mund ta bëjmë dot këtë në transmetim, të lutem. Më mirë kuptohu ule zërin. Unë e ulame. Po, nuk mundem ta marrim. Po pra, po nuk ke mbyllur pikërisht volumin e thirrjeve. Të lutem. Gjithsesi, mund ta vazhdojmë pak tek pika, apo më duhet të kaloj dhe të pyes të ftuarit, zonja Kadrie? Një sekond se i kisha tek. Zonja Kadrie, jemi në transmetim live, nuk mund të bëhen dot këto gjëra. Një ndër to, Po? e çon në gjykat djali. Po më ndaj kush na djem, të më flit me emrat, lutem. Arseni. Arseni çon në gjykat, një ndër Boxhlind. Boxhlind. Po. Edhe i shkon në dyqan, edhe i thot, të lutem, thot, ti mallin tim nuk e ke më këtu. Thot, më urdhro të m'japash lekun. Se kjo i ndihmoi shumë biznesmen, që të merrnin mall, të fillonin, të punonin, dhe ndërkohë duke marrë mall, duke likuiduar nga pak. Mirë, të mos i themi se ka shumë histori në familjen tuaj. Përbau tek pika se më duhet kaloj tek të ftuarit, të lutem. Dhe që e quam në gjykat problemin, e qoj djale dhe i thot këti, mirë, nesër thot, unë do vit të të marrë thot mallin që ke, më në vlerën e lekun që kish marrë, 8 milion lek. I thot që se do të dalësh i vrarë, i thot ky. I thot, mirë në regullat, e reqon të gjukata, hapën gjyq, dhe del djali viktima kundra vlajt për borxhin. Dhe kështu ka bërë dhe me të tjerët. Dhe tashi, a mundet të duron, të duro, pastaj s'kishte ai më tepër që të bënte më tepër, filloj të mesazhe, që lidhe me mesazhe. Shiko, duro, dhe bëri atë nuk mund ta justifikojmë zonja Kadrie. Jo. Por që komisariati numër 3, djali që e sulmonte shumë të vlajnë për këtë them. Nuk kanë marrë 30 kallëzimet tuaja, këtu jam dakord me ju, Po pra, se më pëlqen shumë shpreha. Më mirë dritanin ta kisha në burg për ato që ka bërë, dhe ti po i përmend, se sa ta kisha sot në varr. Por kjo nuk justifikon Arsenin për veprimin që ai ka bërë. Unë kam thënë që nuk i justifikoj veprimin, por që nuk u mor asë një mas, ndaj atyre dhe unë pranaj dalë me shprejën time. Ti thua, mos marrja e masave ka quar edhe në dënimin e përjetshëm Arsenin. Edhe dënimin e përjetshëm edhe e quan problemin deri këtu. Ku jemi? Nuk e di çfarë nga pikat të kam mbetur, se më duhet të kaloj një herë tek specialisti. Dhe a mundet një avokate, një gjyqtare, sa më shdan fjala për të folur, ta kam thënë, jam mamaja 2 djemve, sa jo ka ardhur më vonë në seancat, dhe është ngjitur më ka thënë, mos na bëj spektakël. Si mundet një gjyqtare, a thua unë isha për spektakël në seancë gjyqësore, që ishte një seancë shumë serioze, shumë e rëndë për një nënë, që ka kaluar një traumë të tillë. Ndoshta fokusohesh shumë tek detajet, edhe unë her pas here të rreq vëmendje, ti spektakël nuk bën vetë na përcjell emocione të forta të një nëne. Gjyqtarja ma ka thënë këtë shprehje ditën. Jo di që është më mos duhet të ishe pak më përmbledhur, dua të them. E mirë kuptoj gjyqtaren, por jo për fjalën që të ka thënë. Fjala që më ka thënë mua më ka vrarë. Qartë. Atë ditë pra. Okej. Më ka vrarë atë ditë pra. Mund t'ja kaloj pak fjalën Klodit nëse ke mbaruar zonja Kadria? Arseni o plagos dhe ishte vet Albani që vret Dritani, se ka 2 emra, Dritani Ndjeri dhe Alban, po? Ishte vet Dritani që fuste vllajën në konflikt për ta parë Arsenin në burg. Arseni kur u plagos? Arseni në burg është. Arseni është plagosur sa kohë para ngjarjes?
Dhe kush e plagosi? Për plagos, se s'më kujtohet viti. 1 vit, 2 vjet para, 3 vjet, nuk ka rëndësi. 5 vjet, 6 vjet. 6 vjet para u plagos dhe ne duam të flasim në fakt edhe kush e plagosi. Para se me ndodh ngjarja. Kush e plagosi? E plagosi te dyqani ku jemi në Isla Malla, është një që ka bulmetore. Po. Shkon djali dhe i thot, ma iq makinën nga dyqani për para, thot, se do mbi furnizimi. Po. Kuj thot, unë s'ta heq makinën. Mori thot, po ti do ta heqe, se unë thot, mallim nga rruga kryesore, nuk e marr dot. Pastaj vendose prapë, unë nuk them që është rruga ime, po ai kish dyqan e vet, mund ta vinte te dyqani i vet. Çfarë lidhje ka ky person që plagosi me të vllajën? Shkonte me këto dhe detyronte prap që makina dhe mbasi djali u plagos ra në spital, makina prap qëndronte aty. Si ka mundësi që ti plagosësh? A u dënua ky person që pas ka qenë afër dritanit? Po, ky u dënua 2 vjet. Po, është dënuar 2 vjet. Po, e ky u dënua 2 vjet. Zonja Kadrie, ka kaq shumë histori brenda familjes tuaj. Ju Sa i tregoni me detaje, ndoshta detaje të panevojshme, por më lër që ti të marrësh veten, unë t'i kaloj pak fjalën Klodit, sepse me Eduardin, me psikologun kam diskutime të gjata. Klodi, çfarë po ndodh me këtë dosje? Me Ajsa. Unë do nis nga parafundi që ishte zhvillimin e sallës ku zonja Kadri kanë thënë që ditë mos na bëj spektakël. Domethënë kjo përveç se pra unë jam i prirur që ta besoj që ka ndodhur kështu siç thot Kadria, për arsye se etika gjyqësore, që është një nga parimet, në bazë se si palët udhëhiqen një proces gjyqësor, janë të asaj natyre që janë sanksionuar me ligj dhe me akte nënligjore që të kemi të paktën një proces gjyqësor që jo vetëm që do të jetë i drejtë, por edhe do të duket si i drejtë. Dhe duke përdorur shprehi, duke përdorur gestikulacione, të cilat tregojnë një farë lodhje, një farë stepe, një farë mërzitje nga pjesëmarrësit në një proces gjyqësor, automatikisht kjo përbën një perceptim të shtrëmbruar të drejtësisë që mendojmë që do të na jepet. Pra, është parim tash që drejtësia jo vetëm duhet të jepet, por duhet të duket sikur jepet. Dhe duhet me qenë të kujdesshëm, shpeshherë jemi ne zakonisht avokatët dhe palët që e të kalojmë pak sensin e masës saj përket etikës, por kjo vjen për shkak se një padrejtësi që ne shohim edhe mbetet e vetmja mënyrë për të reaguar ndaj asaj padrejtësie. Sepse ka një dualitet fort midis forcës pushtetit që të jep pozicioni përtej karrikës dhe përtej tavolinës së gjyqtarit dhe prokurorit dhe i ndryshëm është palët pjesëmarrëse. Si mund të jetë avokatë, mund të jetë i pandehurit. Dhe në këtë kontekst është shumë e rëndësishme kjo pjesë se Kadria atë mban mend si fragmentin më të rëndë që nga ndodhur një proces gjyqësor. Përveç hallit të jashtëzakonshëm që ka. Do të thonë, nuk besoj që ka raste të kësaj natyre që me 2 djem, një djalë nuk e ka fare dhe një që e ka edhe ai është i burgosur. Edhe rrugën e kthimit e ka pak gjatë për në shtëpi. Klodi, çfarë nuk ka marrë parasysh gjykata? Gjykata nuk është marrë. Unë kuptoj që gjykata nuk është marrë fare me kontekstin e ngjarjes, shkaqet dhe motive që kanë ndodhur më përpara. Është marrë thjesht me analizën e faktit, sepse ndryshimet ligjore që janë bërë vitin 2013 janë të asaj natyre që janë rrit jashtëzakonisht shumë masat e dënimit, që para shikoni më pak se 30 vite burgim. Jo më pak se 30 vite burgim dhe burgim përjetshëm. Dhe për më tepër që nuk jepet mundësia as për gjykimin e shkurtuar, ne i kemi kundërshtuar këto, edhe ne si shoqata avokatëve antikorrupsion. Në një nga rastet kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të asaj kohë që për tupin e tyre nuk arriten që të marrin shqyrtim këtë dispozitë që është antikushtetuese dhe është antiligjore, është dhe antihumane. Sepse një njeri mund të bëjë një vepër penale, ama qëllimi nuk është që ti ta mbash e ta torturosh gjithë jetën aty, po të japësh mundësinë e rehabilitimit. Dhe çfarë rehabilitimi mund të japësh një personi ti duke marrë gjithë jetën të izoluar. Kjo është e para sa i përket aspekteve ligjore. Po, së mundjeve që rënditi vetë tani ku kemi probleme që Arseni ka pasur probleme të shëndetit mendor. Edhe këtu vazhdojmë prapë një problem ligjor që ka sot Shqipëria. Që ne kemi vetëm një institut, një institucion i cili bën ekspertimin mjekëligjor për llogari të një procedimi penal, që është Instituti i Mjekësisë Ligjore.
gjë e cila pamundson që të merren edhe ekspert pavarur dhe ekspert jashtëm që si mund të jenë ose më pak të kualifikuar, por mund të jenë edhe më shumë të kualifikuar. Se vetëm fakti që të bën që ti jesh një institucion i vetëm, atë lindet edhe mundësia jo vetëm për abuzim, por edhe për mungesë cilësie. Unë arrita të konstatoj edhe akte ekspertimit, që janë akte ekspertimi relativisht të vakta në atë që përshkruen, dhe eksperienca e punës na tregon që vetëm për raste të rënda, raste shumë të rënda që janë diagnostikuar me kartel mjekësore të hapur për vite të tëra, mund të kemi një ekzamenim sa më objektiv. Ndërsa për raste të tjera që mund të ketë pasur depresion 3 muaj, 4 muaj përpara, gjëra të kësaj natyre janë gjëra që i përkasin kalon me një mendje lehtësi. Kjo ndikohet pak edhe nga perceptimi që ka opinioni publik, se mendojnë pastaj që drejtësia shitet edhe blihet edhe njerëzit ja vrau dhe doli si i smur, ndërkohë që e vërteta duket edhe nga gjendja emocionale e Arsenit që patën ajo që kuptova kishte një deformim të perceptuarit. Mënyra se si kishte perceptuar gjërat edhe mënyra se si. Kjo ndoshta mund të jetë një mënyrë që përfshe me të vërtetë, por nuk besoj për sa kohë që konfirmohet që ka pasur probleme të shëndetit. Jo, kërkoj dhe leje, 5 minuta të qetësoj dhe të merrte medikamentin. Kështu që unë jam i prirur ta besoj që ka pasur një indikacion. Për sa i përket, jo, dua ta bëj dhe një pyetje tjetër për sa i përket klasifikimit të veprës penale armbajtje pa leje. Atëherë, një ndër. Klasifikimi i kësaj vepre penale ndodh. Rregulli ligjor është që armët me leje mbahen banesë dhe lëvizja e armës nga një pika në pikën bëhet gjithmonë duke njoftuar paraprakisht komisariatin në cilin ti ke vendbanimin. Është një element shumë i rëndësishëm. Një nga kushtet për cilët i jepet arma dhe vijohet leja armës është që personet mos kenë konflikt në familje. Është një nga kushtet kryesore. Kjo tregon që Arseni nuk është se ka qenë ai nga tradhtarin të histori, sepse në raste të ngjashme punoj si policis, vjen dhe bën sekuestrimin e armë. Mjafton që vëllezërit ose anëtarët e familjes të kenë konflikte me njëri tjetrin dhe dihet që njëri prej tyre posedon armë, atë për të bërë të mundur para ndalimin e një vepre penale, bëhet edhe sekuestrimi, bllokimi i përkohshëm i armës deri në sqarimin e rrethanave të faktit. Dhe nëse rezultojnë të vërteta që kanë konflikte, ose është ky shkaktari i konfliktit, personi që zotron armë, ato automatikisht shkohet me revokime lejes armës. Duke qenë se këtu ka një konglomerat për probleme, që nisin nga epsh për pushtet, nga dëshira për të pasuruar, nga fyrja që ishin fyre nga më të llatarshme të nga matë, sigurisht ka krijuar një lloj perceptimi, edhe duke deformuar edhe mendimet mendojon, duke krijuar edhe një situatë deluzionale të pranderit të Arsenit, e ka shpërë në një situatë e cila ka qenë e papranueshme dhe pas zgjidhje. Gjë e cila ka kulmuar edhe me një kërkesë që sipas tij është dukur pa drejt për të kërkuar një urdhër mbrojtje. Dhe këtu është tjetër një pikë alarmi tjetër, që sot vazhdon dhe gjykata keq përdor urdhët e mbrojtjes me qëllim për të qenë në rregull me punën time. Pra ky lloj justifikimi është tërësisht i papranueshëm. Nuk mundet një gjykatë që të marrë në shqyrtim një çështje për urdhër mbrojtje, vetëm që ta kem nesër nuk e di se çfarë ndodh, edhe unë t'jap një urdhër mbrojtje. Këto janë gjëra që nuk duhet funksionojnë. Arseni dhe Kadria kanë kërkuar urdhër mbrojtje dhe gjykata s'e ka dhënë. S'e ka dhënë, ndërsa kur ka kërku Dritani, kanë thirrë për urdhër mbrojtje dhe ky sigurisht kanë nxjerrë reagimin e keq, si ka mundësi që ne jemi ato që na vidhet makina. Jemi ato që rrifemi, jemi ato që paguajmë borxhe. Shkohet me bajonet në biznes. E kërcënon për ta goditur. E rrifte dhe dilte i tokë të shoqës, i mburresh e shoqës dhe e rrafta. Dhe gjithë të konglomerat situatash kanë krijuar te ky një njeriu pa shpresë, i cili nuk ka gjithë zgjidhje tjetër. Dhe në atë moment i është arsu e gjithë bota, nuk ka menduar që po bën devllavrasje. Tani, meqense ka dhe një kontekst i cili i ndjeri Dritani ka qenë në vujtje dënimit jashtë shtetit italian. Sigurisht kjo edhe vllai ka krijuar atë aureolën mbrojtëse ndaj veprimeve të mundshme të tij, duke njohur si person agresiv, si njëri provokator dhe si njëri që sigurisht ka sjellë vetëm probleme në jetën e tij. Dhe pikërisht të problemi ka dalë pikërisht pasi ka ndruar edhe babai e tyre dhe në një farë forme ky lloj distancimi që është bërë Arseni duke qenë me Kadrian pra në një radhë dhe e ka menduar si i veçuar dhe këto tani do nxjerrin jashtë lojës nga biznesi, kanë nxitur këtë lloj situate të rëndë familjare. Ka dhe një element tretë që është shumë i rëndësishëm, është zgjidhja në kohë e problemeve. Sot sistemi gjyqësor, ne vazhdojmë të themi, po nuk mund të shërbejë ky si justifikim që njerëzit mbeten pas zgjidhjeve të pa shpresë, sepse njerëzit po janë vrarë shpresa.
mendojnë që për të filluar një proces gjyqësor, thotë më mirë s'po e filloj fare, që është rasti konkret, thotë nuk po e njoftoj fare policinë, se di se si do shkojë kjo punë, sa shumë do zgjasë edhe gjitha procedurat që janë bërë më vërtet ndryshime, bën ndryshime në kundërshtim me misionin që ka drejtësia, sepse drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Mu nuk më duhet drejtësia mas 30 vite, mas 20 viteve, mu më duhet drejtësia në momentin që ndodh. Dhe duke qenë para kësaj situate që është krijuar një lloj absurditeti i kësaj natyre, të zgjatja pafund e proceseve gjyqësore, nuk ka menduar zgjidhje tjetër për zgjidhjen e problemit që kishin të dëshirësh për të pasuruar. Pra, sot duhet kishim, përveç nga gjykata e shkallës së parë dënimin me burgim të përjetshëm të Arsenit Kurtit, duhet kishim edhe bashkëfajtor të tjerë. Ja, mbaj këtu argumentin tek burgimi i përjetshëm, se më duhet të dalë në hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare, dhe rikthehemi në pjesën e tretë për të folur edhe eksperti tjetër për të bërë dhe telefonatën me krushkun e zonjës Kadrije edhe gjyshin atyre 3 jetimve dhe me babain e Norës së Ndier. E ndjekim dhe rikthehemi me njërë në studio. Atëre, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, në pjesën e tretë dhe të fundit, pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare. Do të mundohemi të menaxhojmë minutat e mbetura në vijim, do ketë shumë zhvillime në fakt kjo pjesë e tretë, sepse në këto momente duhet lidhemi drejt për së drejti me babain e zonjës Nora e Ndier, dhe kjo tashmë nga vrasja e dy fishtë e 30 gushtit 2022. Mbi e zilja, presim pak qaste. Alo, zoti Aziz, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po? Ju jap ngushëllimet e mia për humbjen e vajzës tuaj, por njëkohësisht ju falenderoj për rritjen e atyre 2 mbesave e nipit. Këto ditë në emision kemi folur për vrasjen e bujshme të 30 gushtit 2022, ku mbeti i vrarë jo vetëm vajza jote, por edhe dhëndri. Po. Atëherë, do doja të dija si është situata e fëmijëve njërë në këto momente që flasim. Po, një, më në shkollë jenë, jeshka, jenë normale gati për tush, pa vështishan psikologjikë. Po. Është e pa evitushme. Është e pa evitushme. Si keni mundur t'ja shpjegoni në fakt atë që ndodhi me 30 gusht 2022? Ja, po. Ju një këtë dajë. Po pa tjetër, unë ju prezentova, jam drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, në News 24. Ju rëj vetëm sukses Faleminderit shumë. E gjithçka, në familje e kujta. Por, profesioni juj ka shumë gjëra. Ju ja kaloni përgorisë, ja kaloni të usisë nga më të tmerrshmet e të usisë, duke përjashtu vetëm torturat si nuk bani jo. Por, kjo bisedë nuk mund zhvillohet në këtë mënyrë që kërkoni ju. Atëherë, unë ju thash që jam drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, nëse ju do na mirëprisni një ditë në familjen tuaj dhe t'ju takonim nga afër pa diskutim, që po, unë duhet të tregohem transparente sepse kam kryer në fakt, ky është emisioni i dytë, një lidhje të drejtë për drejtë nga burgu i Përqinit me Arsenin, por në studio 2 emisione rresht, edhe në këto momente që flasim kam zonjën Kadrije, gjyshën e atyre 3 fëmijëve, e cila ka humbur 2 djemt, njërin në burg dhe tjetrin ju e dini se ku? Po. Ma përsërit pak edhe herë. Atëherë, në studio kam zonjën Kadrije. Edhe ajo është gjyshja e atyre 3 fëmijëve, apo jo? Nuk i tikte. Nuk i ka takuar kur mbas 30 gushit 2022. Me që kete vërtoj bisedë me të shtet, mirë papshim. Atëherë, edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj, me sa duket prania jote në këtë studio ka sjellë edhe reagimin e zotrisë me shumë të drejtë. Unë i kërkoj ndjes, por më tha që nuk mund të ta telefonoj kështu dhe ndoshta mund të kemi një takim. Klodi, për ta përfunduar se më duhet të kaloj ke Eduarti. Për ta përfunduar, burgimi i përjetshëm sipas dispozitës kodit penal, që është përvimi penali 79C të kodit penal, që është vrasje për shkak marrëdhënies familjare, është bërë ky ndryshim ligjor për të mbrojtur le të themi këtë marrëdhënie familjare që të mos sepse nuk ndryshon ndonjë gjë e madhe në kuptimin e një vrasje të zakonshme, vrasje me dashje që ka kufi të tjerë dënimi nga 10 deri 20 vite,
Ndërsa kur ndodh brenda antarëve të familjes, ose të lidhje gjaku dhe krushie, kjo shkon deri në burgimin e përjetshëm. Pra, ky ndryshim ligjor, për mendimin tim, nuk është i përputhshëm me misionin që ka vetë Kodi Penal, që është rehabilitimi dhe parandalimi i përgjithshëm i veprave penale, por dhe parandalimi i posaçëm, për sa kohë që gjykatat në 95% e rasteve, 97% e rasteve, për vrasje të kësaj natyre, masat e dënimit janë gjithmonë me burgim përjetshëm. Dhe ka vetëm 2-3 raste që është aplikuar dënimi me 30 vite burgim, dhe ne shtrojmë pyetjen se, dakord, si do të rehabilitohet ky person i cili ti i ke vrarë shpresën dhe jep pamundësi për lirimin me kusht. E duke qenë të kontekst, bën dispozitat ligjore, i bën pazotueshme dhe kthehet dënimi penal, nuk kthehet në një instrument edukues, por kthehet në një instrument ndëshkues. Me drejt njerëzit më pyesin, ore, ka vrarë 2 veta, thotë, si pretendon që të dalë nga burgu. To janë parime drejtësisë që në kohën e Montesquieu janë vendosur që dënimi penal nuk i shërben vetëm ndëshkimit që është primari, por ka qëllimin e saj rehabilitim për ta bërë një jetim përgjegjshëm. Tani duke qenë se ke arsyetën një person që s'ka pas historik penal më përpara, mendoj që masa dënimit të dhënë nga gjykata është në tejkalim të tyre rrethan, duke pas parasysh gjendjen shëndetësore, emocionale, konfliktet që ka pasur, shkaqet që shkoi deri në të shkollimi, pasja e 7 fëmijëve, shumë gjëra tjera. Konsiderata ti i pamundson jetën edhe shumë personave tjerë. Kështu që jam i mendimit që gjykata apelit në rastin nuk do gjejë element për kualifikim të ndryshëm të veprës penale, që si mund të vepra penale kryer në Pra e mendon këtë gjë që mund të ndryshojnë klasifikimet e veprave penale? Pavarësisht se nuk ka veprime në momentet e ngjarjes, nuk është se ka veprime. Mund ta çojë për rigjykim në gjykatën e shkallës parë. Sidoqoftë mund të kishte një madh dënimi tjetër, se nuk është se do të përbënte një dallim thelbësor 25 vite burgim. 25 vite burgim jam pothuajse shumë. Të falenderoj Klodi për të kaluar tek Edi. Edi, gjendja ishte shumë e rënduar edhe gjatë hapësirës publicitare, tha, ju lutem 5 minuta pushim sa të marrë medikamentet, çfarë mori edhe në vendimin tonë të përbashkët që Arseni të mos fliste më nga burgu i Peqenit. Do doja të dija ngjarja shumë e rëndë. Mund të keq kuptohet nga teleshikuesit sikur po justifikojnë, por edhe vetë nëna e tyre 2 djemve, njërin në varre dhe tjetrin në burgim të përjetshëm, nuk do donte ta justifikonte. Por ama që mos themi se përveç Arsenit ka dhe bashkëpunëtor të tjerë që çuan në këtë pikë, pa marrë parasysh 30 urdhra mbrojtje, ku faktet janë të gjitha në studion tonë, por që vetëm gjykata nuk i ka parë, nuk e di pse që ka marrë atë vendim më pas. Doja të dija ti vetë çfarë perceptove si specialist i fushës, edhe përfshirja e disa sëmundjeve, marrja e medikamenteve, sa e rëndë është gjendja e Arsenit? Ne përlitur gjendjen e Arsenit dhe gjendjen psikologjike apo psikiatrike të Arsenit, duhet kemi një epikrizë ose një diagnozë, që në të flasim mbi një bazë objektive se çfarë ka dhe çfarë po kalon. Pra përheqja e Arsenit nga telefonata për të marrë një medikament tregon një rritje të intensitetit emocional që normalisht nuk mund ta vazhdonte dot bisedën në këto kushte, sepse biseda jo normalisht prek një temë shumë të ndjeshme si për të, për familjen dhe për gjithë. Pra ne kemi të bëjmë me një autor që po vuan dënimin, por dënimi është brenda familjes dhe normalisht situata përbën një sensibilitet shumë të lartë, jo vetëm për familjarët, por për gjithë opinionin publik. Mendoj që përbën shumë kurreshtje e drejtimi juaj pyetjes fillimisht se pra un kam një dosje të Arsenit këtu në tavolinë, i cili ka kualifikime, ka shkollime, ka certifikime ekselence. Pra shumë edhe shpesh njerëzit pyesin si është e mundur që një njeri kaq shumë i përgatitur, kaq shumë i shkolluar të arrijë deri një veprim të tillë. Dhe mendoj që kjo është pyetja më kryesore që edhe për opinionin publik. Tani, ngjarja është shumë komplekse, për vetë faktin e parë që është brenda familjes, edhe e dyta që bëhet fjalë për një lloj konflikti shumë të gjatë. Në këtë konflikt ne shikojmë që midis familjarëve nuk është zgjidhur, por dhe pjesët, po them, antarët më afër familjes, ashtu siç pohoi dhe zonja, mamaja e djemve, që nuk kanë arritur dot ta zgjidhin. Përmundësisht jo vetëm që nuk e kanë zgjidhur, por janë bërë palë me njërin ose palë me tjetrin. Tani, duke marrë shkaz vetëm nga çfarë kemi dëgjuar, po ne shikojmë 2 vëllezër, të cilët midis tyre është një pasuri, edhe normalisht me sa duket burimi i pasurisë, pra është bërë shpesh një problematikë shumë e madhe midis konflikteve që ata kanë pasur. Mund ta rifleksoj një herë që nuk ka burim pasurie. Pasurinë e vetme e ka vënë Arseni. Sepse i ndjeri së bashku me bashortën kanë qenë në Itali. Atje më duket se Dritani ka bërë dhe burg, e mori, e të roqi të vllajën me gjithë bashortën dhe i tha:
Hajde, do me thënë, as Kadria dhe as një bashorti ndjerë nuk kanë trashëguar një pasuri për t'ja lënë djemve. Është një pasuri e ndërtuar vetëm nga Arseni. Është bërë tak pa qenë Okej, ja ta mbaroj, po. Se du t'i dim më rënjët dhe duke qenë se jemi të jashtëm në këtë, po thëmë që... Jo, po e theksoj unë, vazhdimisht. Eksaktësisht, pra, pasuria mund të jetë Arsenin, por pretendimet mund të jenë dhe të vllajt tjetër, për shkak të bashkëkohor taksisë e tjerë, pra janë gjëra të brendshme që një nga efektet më të mëdha që ne kemi si shoqëri, e kemi trashëguar kulturalisht është që brenda familjes ne nuk i ndajmë do gjërat me letra. Ne ecim akoma me atë pjesën të kam bërë ortak, kemi ortak, ndajmë pasurinë, por nuk ndajmë me dokumentacione me... Jo e ndam tamam me firma me gjithë janë ndaj djali, vajte dhe në Arabi Saudite, që ishte kompania, më falë se unë jo pa merak. Duhet të firmoste Arseni që ta kalonte në emër të dritanit. Kompania. Këta janë elemente teknike pastaj të brendshëm, por po them... Mirë, ja, të flasim nga aspekti psikologjik. Tani, vim ka aspekti psikologjik. Deri në këtë fazë, asnjëri nga djem nuk është se ka patur, prap dalim domethënë ke pjesa një epikrizë të caktuar, pra një fazë apo një kohë që secili prej tyre mund të ketë kaluar një gjë në shëndetin mendor. Tani, gjendja e shëndetit mendor, se kur ne flasim në gjendjen e shëndetit mendor, flasim gjithmonë në përgjithësi, duhet jemi shumë kujdesshëm. Pra, jo çdo gjendje e shëndetit mendor, pra është një element i caktuar për të arritur për ta bërë një person që të shkaktojë ngjarje kaq të mëdha. Sepse të kesh një gjendje të shëndetit mendor të identifikuar tregon që ti po merr një kurim, një trajtim dhe sipas llojit të diagnozës ka dhe faza rehabilitimi. Kemi të bëjmë me një ngjarje komplekse për arsye sepse e zgjatur në disa vite ka krijuar një, po them, një zvarritje shumë të madhe, jo vetëm për sa i përket shkaku dhe pasojës, por edhe për sa i përket intensitetit që kanë patur të dy vëllezërit me njëri tjetrin për shkak të konflikteve dhe problematikës që ka krijuar mes njëri tjetrit. Do të thotë që kanë një akumulim të madh emocional përpara ngjarjes. Ka një akumulim shumë të madh emocional. Tani, do ta shpjegojmë shumë thjesht për të mos e bërë edhe bisedën teknike. Tani njëri kur është në një presion të vazhdueshëm ka lënë, po themi, në 3 faza. Faza e parë është reagimi i alarmit. Pra kur ndihet i alarmuar nga, po them, kërkesa apo prepotenca që mund të ketë një person tjetër ndaj tij dhe ndihet i alarmuar për ta zgjidhur. Janë përdorur mekanizmat nga më të ndryshëm, personat e sigurisë, personat negociator, personat familjar, asnjëri nuk ka arritur dot ta zgjidhë nëpërmjet mënyre. Kanë ndjekur edhe rrugë tjera alternative, siç janë institucionale të tjera, por nuk është zgjidhur. I ndjer prapë në presion kalon në një fazë më rezistente, ku është momenti kur personi fillon të akumulon. Pra, sepse Evis, këtë ta pohoj. Një person agresiv është goxha e lehtë për të identifikuar, sepse shihet në mënyrë impulsive. Problemi nuk është personi agresiv, po themi si element, sepse shikohet dhe mund të menaxhohet. Problemi është atij personi që i shtyp emocionet shumë forta dhe krijon një agresion të brendshëm. Sepse agresioni i brendshëm do thotë që së jashtëmi ai mund të ndihet shumë i qetë, ka shtypur emocionet të forta agresive brenda vetes. Dhe ky është Arseni. Dhe eksaktësisht. Pra, dhe në këtë rast, po jap një emërtim për ta kuptuar edhe më thjesht. Pra, dritani i shfaqte i ndjeri agresivitetin dhe e kemi të vërtetuar? Sepse kemi të bëjmë një akumulim shumë fort dhe shtypje të fortë emocionale. Sepse kemi një distancë të lartë nga sipërposhtë të fuqisë. Pra, një person që gjatë gjithë kohës ka një prepotencë ndaj një personi tjetër dhe personi gjatë gjithë kohës mbledh. Pra, atëherë edhe populli e paska me të drejtë që ruani nga personi i urtë. Shiko, sa akumulimi një të urti mund të ketë shpërthime... Do them edhe një term të dokumentuar pak më pas. Pra të çfarë ndodh? Personi kthehet brenda vetes tij gjatë gjithë kohës duke akumuluar, po jap një term më të njohur për gjithë, është si një lloj tenxhere me presion, që nëse ti këtë kapak nuk e heq gjatë gjithë kohës, pra presioni rritet sa më shumë tjetër brenda. Por në momentin që rritet, pra gjëja e parë që do bëj do shpërthej. Në mënyrën se si ndikon, pra, e ndar funksionalisht në mënyrën se si sistemi nervor ndikon në këtë rast, duhet ta themi pra shumë thjesht. Në momentin që ka një impulsivitet të menjëhershëm, pra racionalizimi që është korteksi kryesor, që është, po themi, pjesa kryesore e cila merret me logjikën, racionalizimin, analizimin e një situate ka rënë, si të fikësh automatin. Dhe automatikisht është impulsiviteti që reagon në këtë mënyrë, sepse është reagimi modaliteti mbijetesës së personit. Dhe kur personi futet në modalitet mbijetese, ai menjëherë tenton të vetëmbrohet dhe pse kjo vetëmbrojtje mund të shkaktojë një agresion dhe një pasojë kaq të madhe siç është shkaktuar në këtë rast. Çfarë nuk është bërë Edi dhe çfarë duhet ishte bërë? Ajo që çfarë nuk është bërë, mendoj u thanë dhe nga zonja dhe nga gjitha. Jo, flas emocionalisht. Në këndvështrimin tënd si ekspert i fushës, çfarë nuk është bërë nga të dyja palët, autor dhe viktima? Të dy palët, për mendimin tim, të dy palët, si agresori dhe autori në këtë rast,
Të dy palët kanë patur nevojë të menjëhershme për të patur mundësinë për t'u ndihmuar dhe nëse do kishin kërkuar ndihmë, qoftë nga institucionet apo qoftë shërbime private, sidomos nga profesionistët psikolog, do arrin ta menaxhonin shumë më mirë këtë lloj situate. Edhe pse situata aty shpeshherë është bërë konfliktuoze për shkak të pretendimeve që kanë patur ndaj njëri tjetrit dhe ato që nuk kanë ndarë dhe nuk kanë arritur ndoshta ta ndajnë më ekskluzivisht. Por është e dhimbshme situata për arsye sepse shpeshherë ne vim kupton nga një tranzicion shumë i fortë ku jemi mësuar të jemi në familje shumë të mëdha. Dhe shpeshherë kur ne shikojmë që siç përmend edhe zonja që vllai, xhaja, halla, tezja, daja, personat më të afërt tërhiqen duke parë problemin si një individual midis tyre, por në prapa kujndave, prapa krave të tyre, pra mbështesin njërin, favorizojnë njërin e tjerë. Kjo krijon domethënë një problem më të ri, edhe sepse secili kur janë dy familjarë, e di pse është më e vështirë, sepse familjarët e tjerë në një farë mënyrë ndahen e tifozën me njëri tjetrin. Edhe secili tenton të afrojë pranë vetes, të fifi si magnet, sepse mendohet që duke patur një zë më tepër duket sikur fuqia rritet akoma dhe më tepër. Dhe kjo është një problematikë që shpesh e vuajmë dhe na çon në drejtim të këtyre. Të gjithë problematikat që shprehu Arseni nga lidhja drejt për drejt nga burguri i Peqinit, pagjumësia, halucinacione, akoma nuk ka ditur, domethënë nuk dinte se ku ndodhe i vllai, dy viktimat e tij, renditja e një sër sëmundjesh, çfarë do të thotë? Sa mënyra e artikulimit në fund që më detyroi ta mbyllja telefonatën me të dhe të mos e rifusja më? Disa nga medikamentet që përdori, pra sepse unë nuk jam pozicion edhe pse një psikolog klinik e një farmakologjinë shumë mirë, duhet të jetë psikiatri sa ai ka të drejtën e recetës edhe dhënies së medikamentit. Jo, emocionalisht sa i rënduar ishte, çfarë të duk këtu? Automatikisht në pozicionin që ndodhet duke marrë një recetë medikamentoze, ka nevojë patjetër që tregon që gjendja e tij e shëndetit mendor kërkon mjekim, edhe normalisht ndjekje të vazhdueshme të rregullt që besoj edhe aty në institucionin ku është mund ta marrë. Pra, nga gjendja që ne pam, sepse e kishe shumë të vështirë her pas here, të artikulonte si duhej të kisha të shprehin e rrjedhshmërisë së tij dhe normalisht kërkoi pushim, sepse intensiteti emocional mund të ishte i rritur. Dhe është shumë e nevojshme që her pas here t'i bën dhe duke qenë se bëri një renditje të smundjeve të ketë ndihmën e stafit mjeku ligjor atje. Do thoj edhe diçka tjetër. Kjo është edhe në interes publik. Është dokumentuar se fundin, po them një lundim që është bërë stampi emotional, që lidhet zakonisht me profesionet e caktuara që duhet të jenë model për shoqërinë, komunitetin, familjen dhe gjithë. Janë persona që kanë më të vërtet më tepër ndihmë, më tepër nevojë për ndihmë. Po marr thjesht jo për ta distancuar, po marr vetëm një profesion që është shumë i nderuar, për shembull profesioni i mësuesit. Është shumë i rëndësishëm që edhe mësuesit kanë shumë energji të raskapitura në punën e tyre, sepse duke qenë gjatë gjithë kohës model, ai person që duhet të jetë integruar, duhet të jetë shembulli për nxënësit, duhet të jetë shembulli për fëmijën, për familjen dhe për gjithë. Janë shpesh që akumulojnë jashtëzakonisht shumë, por në momentin që akumulon dhe nuk ke një mënyrë e dur për ta arritur, për ta trajtuar në mënyrë më natyrale, mënyrë më pozitive, mënyrë më signifikative, shpesh janë pikërisht emocionet që na bëjnë të kemi shpërthime kaq të mëdha dhe themi pastaj si është e mundur që një njeri kaq model arriti të shkaktojë një problem, një incident apo një ngjarje të tillë. Prandaj secili që na ndjek është shumë e rëndësishme që për ta parë kur shikon familjarin e tij, sepse shpesh herë ne tentojmë bëjmë 2 punë, 3 punë, shkojmë në burnout emocional shumë shpejt. E kuptova. Pra, është shumë e nevojshme që të kërkohet ndihma, sot aksesi është shumë i lartë për të marrë ndihmën e psikologut apo personave të tjerë të cilët mund të japin një shërbim, të një ndihmë që mund të jetë jashtëzakonisht me funksione shumë efektive se sa pasojat më pas që mund shkaktojnë. Falenderit për analizën profesionale, por edhe për mesazhet e dhëna. Falenderit Klodi, gjithashtu edhe për ju dhe për respekt shumë të madh për punën e jashtëzakonshme që keni zbuluar në kohë rekord nëpërmjet zyrës tuaj të detektive privat. Emrin e zonjës kush e përdorte, gjë që më vjen keq edhe pse keni bërë një punë të jashtëzakonshme, nuk që ka marrë parasysh as nga gjykata që ka dhënë atë vendim. Zonja Kadriet, falenderoj që ishe me mua në këtë studio. Faleminderit. Ndoshta mund të kemi dhe emisione të tjera të shikojmë se çfarë të ndodhi me gjykatën e apelit. Atëherë i përshëndesim edhe një herë ata që na kanë ndjekur në këtë transmetim të dytë të ngjarjes së 30 gushtit 2022, më thuaj. 2 javë mbas ngjarjes, na zhvërflakam dyqan. Është bërë kallëzimi dhe është pushuar çështja pas një lloji autori. Edhe kjo një çështje tjetër të cilën duhet ta diskutojmë, s'ka më kohë. Po? Urdhër mbrojtje mbas ngjarjes. Bashorti Arsenit, po? Bashorti Arsenit dhe ajo u refuzua.
Nuk e di që të refuzohet në një gjendje që ishim E po shikoni se gjërat e keni më të thella, shikoni se ndoshta të duhet ndonjë detektiv privat për të analizuar atë para ngjarjes dhe atë pas ngjarjes, edhe kjo që ka shumë e rrezikshme. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti dhe në këtë emision të dytë të kësaj ngjarje të rëndë. Bashkë takojmë në ditën e vijim. Deri atëherë, më nu takofshim.